aspekti emocionali... Adin, qëre mas pari ka gjona që janë të matshme. Një shembull që ta tregova gjithë pauzër që është bo matje ku pacientë të ndryshëm me probleme të depresionit të ankteve kanë bisedu me një large language model, me një generative AI ose me një diçka dhe ka performu shumë më mirë se sa ata që kanë bisedu me psikolog. Teknikisht sot një AI në këtë lami është të performu ma mirë se doktorat, njerëzit që janë marrë me këzdim që një kohë gjatë, prapë për shkak fuqisë procesorike që e ka dhe për shkak fuqisë informatave që i ka. është të performu ma mirë në shkollë, është të performu ma mirë në shah, është të performu ma mirë në krim të muzikës, sepse edhe muzika me një farë mënyrë neve në duhet artë, po muzika është një farë lloj matematike, janë do nota të caktume, në atë pentagramin, e ka një finite number of combinations, një numër të caktum, të limitum të kombinimeve. Kështu që është pak hipokrizi nëse na tash fillojna me kritiku për kreativitet, sepse çka është kreativiteti, edhe kreativitet një farë lloj kopje një tjetri që bartet me vite edhe vite. Na bujna si njerëz ekzistojnë se që qindra mira vjet, po kjo ekzistojnë që vjetra vjet, edhe është tu na mbërri kaq shpejt. Qa është më rëndësishme që na që e tha Deja kur bisedojna me ChatGPT vetëm me tekst ose me za, jena tu i menjanu 99% të fuqisë e AI-t. Sepse një AI ka me pas mundësime na po dhe bebzat e synit si po na levizin kur bisedan me neve, ka me pas mundësime na mat lakështin e durve kur bisedan me neve. Ka, aktualisht, ka me pas mundësime... Si përmes telefonit, për shembull, na e sheh përmes kamerës... Ka senzor që ta masin lakështin e trupit moment kur ti bisedan, kur ki emocione, ki tajim të ndryshme të djersve gjabdi. Ka aplikacion që ta mat të shef levizit e synit, ka aplikacion që ti mat mimikën, ta krason me qindra miliona mimika të ndryshme cilat është mësu me ledzu kur ti e nervoz, kur ki angst, kur ki gzim, kur ki hidhrimet e tjera. Kështu që me të ledzu si person, brenda një kohë shumë ka më konë shumë ma e letë për maqinën, se sa për një person që e përbalë, se na nuk e kena fuqin, që me mujt na nisëm me intuit, nisëm me atë hënç që e qujna, po nuk e kena fuqin me e bo me qindra mira senzor që i krasën gjitha momentet. Derisa na nisëm prej, se me thonë, përvojave tona personale, maqina niset për përvojave të kitë botës, edhe e ka shumë alet me marë vendime. Por që ata edhe vendimet që për i merë në mjekësi për janë ma cakta, edhe vendimet që për i merë në sport për janë ma cakta, edhe vendimet që për i merë në edukim janë ma cakta. Ose në mbrojtjet ambientit. Na, edhe për fund, mësë të broj... Po që ta mbyllim këtë pjesë? Mirë, vazhë në këtejmë. Jo, mbyllë fjalin ti. Jo, se në fjalit e mija e më pak gata. Andi e lëm pjesën e tretë. Që ta mbyllim të pjesë, përsa i takon aspektit emocional. Po, në aspektin emocional është pikrisht ajo që e tha Deja dhe Ermari, mënyra se si komunikon për të njëjtën pyetje, për të njëjtin material. Nëse i thot lutëm, a i të kthehet me të lutëm. Po, do të thotë shpesher kur e parashtrojmë kërkesën tonë në formë të kërkesës, të lutem a mundesh me ndihmu, ose a ka mundësi me, shpesher përgjigjet në anglisht, fatkeqësisht gladly, me gjithë qef, unë jam i gatshëm me vot diçka për ty. Edhe momenti që e jep një përgjigje, tani ti prap me mirësi kërkon diçka një ndryshim, prap do të kthem përgjigje që me shumë kënaqësi unë do e ndryshoj e do e përmirësoj. Edhe kur pyet prap edhe njëra do diçka tjetër me ndihmu ti prap me mirësi thu jo faleminderit ishte përgjigja fenomenale ose jam shumë i kënaqur me përgjigjen, ai thotë mu vjen shumë mirë që ti je i kënaqur me përgjigjen se unë isha në gjendje me ndihmu. Pastaj vjen për një mirë apo veç